Data 15 qershor. Ligji për të rirë. Kapitulli 20. Kur të shkosh në luftë kundër armiqve të tu dhe të shikosh kuaj, qerë dhe njerëz në një numër më të madh se ato që ke ti, mos ki frikë për i tyre, sepse Zoti Perëndia yt, që të bëri të ngjitesh nga vendi i Egjiptit, është me ty. Kështu në çastin kur do të jeni duke filluar betejën, prifti do të dalë përpara dhe do t'i flas popullit dhe do t'i thotë: Dëgjoj Izrael, sot jeni gatitur për të ndeshur me armiqtë tuaj. Zemra juaj të mos ju ligështohet, mos kini frikë, mos e humbni dhe mos u trembni para tyre, sepse Zoti, Perëndia juaj, është ai që ecën me ju për të luftuar për ju kundër armiqve tuaj dhe për t'ju shpëtuar. Pastaj oficerët do t'i flasin popullit duke thënë: A ka njëri që ka ndërtuar një shtëpi të re dhe ende nuk e ka përuruar? Le të shkojë dhe të kthehet në shtëpinë e tij, që të mos vdes gjatë betejës dhe një tjetër të përurojë shtëpinë e tij. A ka njëri të ketë mbjell një vresht dhe të mos ketë shijuar ende frutet e tij? Le të shkojë të kthehet në shtëpinë e tij, që të mos vdes gjatë betejës dhe një tjetër të gëzojë frutet e tij. A ka njëri që është fejuar me një femër dhe nuk e ka marrë ende me vete? Le të shkojë dhe të kthehet në shtëpinë e tij, që të mos vdes në betejë dhe një tjetër ta marrë atë. Pastaj oficerët do t'i flasin ende popullit duke i thënë: A ka ndonjë që ka frikë dhe të cilit i mungon guximi? Le të shkojë dhe të kthehet në shtëpinë e tij, që guximi i vëllezërve të tij të mos mehet ashtu siç ndodhi atij. Kur oficerët e kenë mbaruar së foluri popullit, do të caktojnë komandantët e trupave të popullit. Kur t'i afrohesh një qyteti për ta sulmuar, do t'i ofrosh së pari paqen. Në qoftë se pranon ofertën tënde të paqes dhe ti hap dyert e tij, tër populli që ndodhet aty ka për të paguar haraqin dhe do të të shërbej. Por në rast se nuk do të bëj paqe me ty dhe kërkon luftë kundër teje, atëherë ti do ta rrethosh. Kur më vonë Zoti, Perëndia yt, do të ta jap në dorë, do të vrasësh me shpatë tër meshkujt e tij, por gratë, fëmijët, bagtinë dhe të gjitha ato që ndodhen në qytetet, tër prenë e tij do t'i marrësh si plaçkën tënde dhe do të hash plaçkën e armiqve të tu që Zoti, Perëndia yt, të ka dhënë. Kështu do të veprosh në të gjitha qytetet që janë shumë larg nga ti dhe që nuk janë qytetet e këtyre kombeve. Por nga qytetet e këtyre popujve që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi, nuk ke për të lënë asgjë që merr frym. Por do të vendosësh shfarosjen e plotë të tyre, domethënë të Hitejve, të Amorejve, të Kananejve, të Perezejve, të Hivejve dhe të Jebusejve, ashtu siç të ka urdhëruar Zoti, Perëndia yt, me qëllim që ata të mos ju mësojnë të bëni tër ndyrësirat që bëjnë për perënditë e tyre dhe ju të mos mëkatoni kundër Zotit, Perëndisë tuaj. Kur të rrethosh një qytet për një kohë të gjatë duke luftuar kundër tij, për ta shtënë në dorë, nuk do të shkatërrosh druret frutore me goditje të spatës, do të hash frutat e tyre dhe nuk do t'i rrezosh, sepse vallë druri i fushës a është njëri që ti ta përdorësh në rrethimin? Por mund të shkatërrosh dhe të rrezosh gjithë druret që ti e di që nuk janë frutor, për të ndërtuar vepra rrethimi kundër qytetit që të lufton derisa ai të bjerë. Psalmi 107. Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Kështu thonë të shpenguarit prej Zotit që ai ka shpenguar nga dora e kundërshtarit dhe që i ka mbledhur nga vende të ndryshme, nga lindja dhe perëndimi, nga veriu dhe nga jugu. Ata endeshin në përshkret e tir, në vende të shkretuara dhe nuk gjenin asnjë qytet ku të banonin. Të uritur e të etur, jeta e tyre po ligështohej. Por në fatkeqësitë e tyre ata i thirrën Zotit dhe ai çliroi nga ankthet e tyre dhe i çoi në rrugën e drejtë me qëllim që të arrinin në një qytet ku të banonin. Le të kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për mrekullitë e tij në dobi të bijve të njerëzve. Sepse ai ka ngopur shpirtin e etur dhe e ka mbushur me të mira shpirtin e uritur. Të tjerë rrinin në terr dhe në hijen e vdekjes, robur të pikëlluar dhe në zinxhir, sepse ishin rebeluar kundër fjalëve të Perëndisë dhe i kishin përçmuar këshillat e shumë të lartit. Prandaj ai rrëzoi zemrën e tyre me shqetësime. Ata ran poshtë dhe asnjëri nuk u vajti në ndihmë, por në fatkeqësinë e tyre ata i thirrën Zotit dhe ai i shpëtoi nga ankthet e tyre, i nxori nga terri dhe nga hija e vdekjes dhe i këputi lidhjet e tyre. Le të kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për mrekullitë e tij në dobi të bijve të njerëzve, sepse ai ka shembur portat prej bronzi dhe ka këputur shufrat prej hekuri. Disa njerëz pamend vuanin për sjelljen e tyre rebele dhe për mëkatet e tyre. Ata urrenin çdo ushqim dhe kishin arritur në prag të vdekjes, por në fatkeqësinë e tyre i thirrën Zotit dhe ai i shpëtoi nga ankthet e tyre. Ai dërgoi fjalën e tij dhe i shëroi, i shpëtoi nga gropa. Le ta kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për mrekullitë e tij në dobi të bijve të njerëzve,
Le të ofrojnë flijim me lëvdimi dhe le të tregojnë veprat e tij me këngë gëzimi. Ata që zbresin në det me anije dhe që bëjnë tregti mbi ujërat e mëdha, shohin veprat e Zotit dhe mrekullitë e tij në humnerat e detit, sepse ai urdhëron dhe shkakton një erë furtune që i ngre përpjet valët e detit. Ata ngjiten deri në qiell dhe bien në humnera. Shpirti i tyre ligështohet nga ankthi. Atyre u merren këmbët dhe lëkundët si të dehur dhe nuk dinë më ç'të bëjnë. Por në fatkeqësinë e tyre i këllthasin Zotit dhe ai i shpëton nga ankthet e tyre. Ai e fashit furtunën në një murmurim dhe valët e saj pushojnë. Kur ato qetësohen, ata gëzohen dhe ai i çon në portin e dëshiruar prej tyre. Le të kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për mrekullitë që bën në dobi dhe bijve të njerëzve. Le ta lëvdojnë në kuvendin e popullit dhe le ta lëvdojnë në këshillin e pleqjve. Ai shndërron lumet në shkret e tij dhe burimet e ujit në vende të thata. Tokën pjellore në vend të thatë për shkak të sjelljes së keqe të banorëve të saj. Ai e shndërron shkret e tij në liçen dhe tokën e thatë në burime ujë. Atje ai strehon të uriturit dhe këta ndërtojnë një qytet për të banuar. Mbjellin hara dhe kultivojnë vreshta që prodhojnë një korrje të bollshme. Ai bekon dhe ata shumëzohen fort dhe ai nuk e pakson bagtinë e tyre, por pastaj paksohen në një numër të vogël dhe dobësohen për shkak të shtypjes, të fatkeqësisë dhe të ankthit. Ai hedh përbuzjen mbi princat dhe i bën që të enden nëpër vende të shkreta ku nuk ka asnjë rrugë. Por e ngren nevojtarin nga varfëria dhe i shton familjet e tyre si një kope. Njerëzit e drejtë shohin këtë dhe kënaqen, por tërë njerëzit e këqij e mbajnë gojën të mbyllur. Ai që është i urtë, le t'i këshyr këto gjëra dhe le të çmojë mirësinë e Zotit. Isaia, kapitulli 47. Zbrit dhe ulu në pluhur, o e virgjër bie e Babilonis. Ulu në tokë pa fron, o bie e Kaldeasve, sepse nuk do të quhen më të brisht dhe të njom. Vërdorën mbi mokrën dhe bluaj mielin. Lëvize velin tënd, ngrije bishtin e fustanit, zbulo këmbën dhe kalo lumejt. Lakurisia jote do të zbulohet dhe do të shihet gjithashtu turpi yt. Do të hakmerrem dhe asnjëri nuk do të ndërhyj. Shpengimtari ynë, emri i të cilit është Zoti i ushtrive, është i shenjtë i Izraelit. Ulu në heshtje dhe shko në te robi e Kaldeasve, sepse nuk do të quajnë më zonjë të mbretërive. Jam zemëruar me popullin tim, kam përdosur trashëgimin time dhe i kam dhënë në pushtetin tënd, por ti nuk ke përdorur për ta kurfar mëshire. Zgjedhën tënde e ushtrove sidomos mbi të moshuarit dhe the, unë do të jem zonjë për jetë, dhe kështu nuk i vure këto gjëra në zemër dhe nuk more parasysh fundin e gjithë kësaj ngjarjeje. Por tani, dëgjo, o e pshndjellse, që banon në një vend të sigurt dhe thua në zemrën tënde, unë dhe asnjë tjetër, nuk do të mbetem kurreve dhe s'kam për të njohur humbjen e fëmijëve. Por këto dy gjëra do të ndodhin në një çast. Në po atë ditë, humbja e fëmijëve dhe vejëria do të bien plotësisht mbi kurriz për shkak të numrit të madh të magjive të tua dhe për morinë e yshtjeve të tua. Ti kishe besim në djallëzinë tënde dhe thoje, askush nuk më sheh. Dituria jote dhe njohuritë tua të kanë mashtruar dhe ti thoje në zemrën tënde, unë dhe askush tjetër. Prandaj do të vijë një fatkeqësi dhe nuk do të dish se nga të vjen. Do të bjerë një fatkeqësi që nuk do të jesh në gjendje ta shmangësh me asnjë lloj shlyerjeje. Do të bjerë papritmas në trup një shkatërim që nuk e ke parashikuar. Rri tani me yshtjet e tua dhe me morinë e magjive të tua me të cilat je lodhur që në rinin tënde. Ndofta do të nxjerrësh prej tyre ndonjë përfitim, ndofta do të arrish të ndjellësh frikë. Je lodhur me turme në këshilltarëve të tu. Le të ngrihen pra astrologët, ata që studiojnë yjet dhe bëjnë parashikime çdo muaj dhe le të shpëtojnë nga gjërat që do të bien në kurriz. Ja, ato do të jenë si kashta, zjarri do t'i harxojë. Nuk do të shpëtojnë veten e tyre nga fuqia e flakës. Nuk do të ketë prush për të ngrohur as zjarr para të cilit të ulesh. Kështu do të jenë ata me të cilët je munduar dhe ke dhënë ke marrë që në rinin tënde, secili do të rrafgojë për llogaritë vet dhe askush nuk do të të shpëtojë. Zbulesa, kapitulli 17. Dhe erdhi një nga të 7 ëngjët që kishin të 7 kupat dhe foli me mua dhe më tha, eja, do të tregoj gjyqin e kurvës së madhe që është ulur pranë ujrave të shumta, me të cilën kurvëruan mbretërit e dheut, dhe banorët e dheut u dehen me verën e kurvërisë së saj. Dhe më çoi në frymë në shkret e tyr dhe pash një grua që ishte ulur mbi një bisht të kuqe të ndezur
plot me emra blasfemie dhe që kishte 7 krerë dhe 10 brirë. Edhe gruaja ishte veshur me purpur dhe me të kuq të ndezur, e stolicur me ar, gur të çmuar dhe margaritar. Kishte në dorë një kup ari plot me neverit dhe ndyrësitë e kurvërimit të saj, dhe mbi ballin e saj ishte shkruar një emër, Mister, Babilonia e Madhe, nëna e kurvave dhe e neverive të dheut. Dhe e pash gruan të dehur nga gjaku i shenjtorëve dhe nga gjaku i dëshmitarëve të Jezusit. Dhe kur e pash, u çudita me çuditë madhe. Dhe ëngjëlli më tha: "Përse çuditesh? Unë do të të them misterin e gruas dhe të bishës që e mban atë, e cila ka të 7 kreret dhe të 10 brirët. Bisha që pe ishte edhe nuk është, dhe do të ngjitet prej humnerës dhe do të vejë në humbje. Dhe banorët e dheut, emrat e të cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës që nga themelimi i botës, do të çuditen kur të shohin bishën që ishte dhe nuk është, ndonë se është. Këtu është mendja që ka urtësi. Të 7 krerët janë 7 male ku ulet gruaja dhe mbretër janë 7. 5 kanë rënë dhe njëri është dhe tjetri nuk ka ardhur ende. Dhe kur të vi, pak kohë duhet të mbetet. Dhe bisha që ishte dhe nuk është më, është edhe ajo i 8 mbret dhe është nga të 7-ët dhe shkon në humbje. Dhe të 10 brirët që pe janë 10 mbretër të cilët nuk kanë marrë ende mbretërin, por do të marrin pushtet si mbretër, një orë bashkë me bishën. Këta ka një mendje dhe do t'ja japin bishës fuqinë dhe pushtetin e tyre. Këta do të luftojnë me qengjin dhe qengjë do t'i mund, sepse ai është Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve. Dhe ata që janë me të janë të thirrur dhe të zgjedhur dhe besnik. Dhe më tha: "Ujëra që pe ku është ulur kurva janë popull dhe turma dhe kombe dhe gjuhë. Dhe të 10 brirët që pe mbi bishën, këta do të urrejnë kurvën, do ta bëjnë të shkretë dhe lakurish dhe do të hanë mishrat e saj e do ta djegin në zjarr. Sepse Perëndia u dha në zemër të kryen mendjen e tij dhe të kryen një mendje të vetme, edhe t'i japin mbretërinë e tyre bishës, gjersa të plotësojnë fjalët e Perëndisë. Dhe gruaja që pe është qyteti i madh që mbretëron mbi mbretëritë e dheut."